Është 15 vjeç fal vetëm xhuman, apo bëj ndonjë haram që lej namazet e tjera? Elhamdulillah që Allahu i lartësuar ta ka mundësuar ta falësh xhuman. Të këshilloj që ti falësh edhe namazet tjera. Allahu i lartësuar na ka urdhëruar në mbi 72 ajete në Kur'an, pra porosit i madh i Zot që me fal namazin. Është puna e parë që do të pyetemi për të ditën e gjykimit. Unë të këshilloj që ti fillosh edhe namazet tjera. Dhe Allahu i lartësuar është ai që i jep njeriut sukses, se suksesi është në dorë të Zotit. E ndoshta bëhet shkak ky namaz që ty të ruaj Allahu i lartësuar nga të këqijat, të t'jap sukses, të bëj të dobishëm për veten, familjen dhe shoqërinë. Por mos harro, namazi është detyrë për muslimanin dhe kush i fal 5 vakte i premtohet xhenet.